لا إله إلا الله لا إله الحمد إلا لله رب الله العالمين لا والعاقبة إله للمتقين إلا الله ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير من صلى وصام وطاف ببيت الحرام نبينا عدنان وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه غر الميامين رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم تعالى فنندروين ضفيتي فالي ضنديم كركويم صلوات والسلام على بيغمبرنا صلى الله عليه وسلم بفاميلي نتيد بكوار بالشوكة تتيد اندروار ذنبي جث مسلمان شاباسوين الروغة نتيد دين ديت نفوندت كان وزن الله تعالى نقا كشئهم درسا كان لأنهم نقا وضزو سبرتا دش ما يسسقوا تعذرون المريد براش الله سبحانه وتعالى دش ما يسمى محمد صلى الله عليه وسلم اشترى بضائي درورتي صدم لين الله تتيم من آمن تريب ري أمرت الله por përzjedhin që do të vazhdojmë në shpjegimin e saj e kena ndryshuar pasi që kanë mbaruar gjithë emrat që Allah I ka përmend në surën Al-Hashr e që janë kanë rreth 14 emra që Allah Azza wa Jalla I ka përmend këtë sure e të gjithë I kena shpjeguar jashtë kësaj sure veç në emrin e kena shpjeguar emrin Rabb ndërsa emra të tjerë هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر كريت تعامنا إكنا سبيغو باستا إكنا سبيغو إن شاء الله عز وجل أشت خالق البارئ المصور بروجيت تعامنا إكنا برمند ndërsa sot me lejen e Allahut do të vazhdojmë një cikël ligjëratësh me disa emra të tjerë që do të jenë parafërsisht njëjtit kuptim. Për secili emër I ka specifika të tjera, sot do të jetë për emrin El-Alim, pastaj do të folim për emrin El-Allam, El-Khabir, El-Latif, El-Wasi, El-Sami, El-Basir, El-Raqib edhe El-Shahid. Gjithë këta emra vijnë si plotësim I emrit El-Alim. El-Alim është që Allah Azza wa Jalla është I ditën, është siga mubalagha, po është Al-Allam, është që është më I dituri, El-Khabir, që është I njoftni për çdo gjë, El-Latif, që është I urtë me dijen e tina, El-Wasi, që është I gjerë në dijen e tina, El-Sami, që shikon, që ndëgjon gjithçka dhe kjo padyshim tregon se I din Al-Basir, që shef gjithçka dhe kjo tregon se din Al-Raqib, që është përcjellës I joni edhe kjo tregon që din po ashtu shahid o dëshmitar për neve në ditën e gjykimit e kjo edhe kjo emën tregon që din. Pra do t'jemi më afërsisht 10 emra për 20 javë të ardhshme që secila emën nëse kemi jetë e plotson emrin para prak dhe jep kuptim këtij emri që do ta marrim sot. Emri El-Alim në Kur'anin famlar është I treti emër që më shumë ti është përmend, veç dy emra janë përmend më shumë se ky emër. Është për qëllim emri Allah edhe Rabb, pastaj emri I tretë që është përmend më shumë ti është El-Alim, që është përmend plot 157 herë në Kur'anin famlar. Kjo si emër, ndërsa janë ardhur edhe si cilësi që Allah Azza wa Jalla ka dije, por jo si emër, si cilësi që Zoti din gjithçka, Zoti shef gjithçka e kështu me radhë, e kjo përmend gjithashtu shumë. Se kemi thonë që çdo emër është edhe cilësi edhe jo e kundërta. Andaj, nëse Allah Azza wa Jalla është Alim, e ka edhe cilësinë e dijes, që ati nuk I fshihet asgjë dhe për të nuk ekziston fshehtësia. Po ashtu vëllezër nderuar në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ky emër është përmend shumë, ashtu siç është përmend në Kur'an shumë, edhe në hadith është përmend shumë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se Allah Azza wa Jalla
i din gjithçka dija e tina është e pa fillim dhe pa mbarim, ashtu siç është edhe vetë Allahu Azza wa Jall i pa fillim dhe pa mbarim. Dhe ku në aspektin e gjësor, el-alim apo ilm do me thonë didul jahl, diçka që është e kundërta e ignorancës. Ignoranca, njënën anë e kundërta saj është dija. Allah Azza wa Jall nuk ekziston për ta diçka që s'e din. Por ka në një mënyrë na vëdëson për veprat tona, se çdo lëvizje që e bëjmë, Allah Azza wa Jall është i ditën dhe i din thellësitë e zemrës, se për çka dhe çysh bëhet ajo vepër. Po ashtu, el-ilm kanë thonë është ma'rifa, është njohje. E dija tek njerëzit nuk është një grad. Pothuajse gjithë njerëzit dallojnë në shkallë të ndryshme në vetvete në dije. Ka njerëz që kanë dije shumë, ka njerëz që kanë dije mesatarisht, ka njerëz që kanë dije pak, dhe mujna me thonë lirisht se nuk ka njeri që është i njëjtë me një njeri tjetër në dije në gjitha aspektet. Për shembull, nëse kena dije në aspektin, për shembull, e një çështje, tjerët kanë aspektin e një çështje tjetër, tjerët në aspektin e një çështje tjetër, po është shumë vështirë me bu dy njerëz që kanë dije rreth njëjtë në gjitha aspektet, për shembull, si në matematikë njëjtë, si në letërsi, si në fe, si në gjeografi, është shumë vështirë. Andaj qysh është dija grada, edhe ignoranca është e kundërta saj është grada. Sa më shumë që njëri ka dije, aq më shumë të ai zbritet ignoranca, dhe sa më shumë njëri që ka ignorancë, të ai vend nuk zën dija apo është zbritet. Dhe e dina që Allah Azza wa Jall kur ka folë për dije, ka thonë, wa fi dhi kulli ilmin alim, dhe mi gjdo të ditur, ka edhe me të ditur, e këtu me i ditur, pa dyshim që s'ka gjehel për ta, s'ka ignorancë për ta, është Allah Azza wa Jall. Po ashtu vëllezërit e mi, Sufjan ibn Uyeyne prej dietarëve të mëdhenj të hadithit, radiallahu anhu wa ardahum, ka thonë se dija është largimi i ignorancës, ose dija ka thonë është njoftja e krijuesit, ose dija ka thonë është ajo që ka ardhur me të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kështu me radhë. Por tarifi, ai definicioni më i përshtatshëm është se dija është largim i ignorancës. Kjo përshtatet me gjitha aspektet, se për shembull nëse thonë njohja e fesë, kjo e kushtojnë që dija është veç feja. E pa dyshim në kuptimin e gjerë, jo, dija është edhe gjeografia, është edhe teknika dhe teknologjia dhe ndërtimi i kerrave, menaxhimi, edhe këtu janë dije dhe njerëz të mësohen dhe graduohen to, por pa dyshim se nuk është njëjtë që një njeri që ndjek dije rreth Rahmanit, e si një njeri që ndjek dije rreth Abdurrahmanit, këto janë kur njëjtë. Nuk ka njëjtë ai që din për krijuesin, njëjtë sikur ai që din për krijesën, apo ai që din për diçka që ja lehtëson jetën krijesës, siç është ndërtimi, mekanika, teknologjia e kështu me radhë. Dhe prej këto dietarët kanë thonë se hadithet që kanë ardhur se për dietarët lutën edhe peshqit ndeti, janë për qëllim ata që kanë dije fetare dhe jo për gjitha shkencat. Ndërsa kuptimi i dijes në definicionin e gjuhës është që hyn në gjitha shkencat, Allahu e din më së miri. Po ashtu çdo person që ka dije detajuar për një diçka të caktuar, ai është dietar i saj. Për shembull, dikush ka dije detajuar rreth telefonit, ai është dietar rreth çati drejtimit. Dikush ka dije detajuar rreth gjeografisë, ajo dietar në gjeografi e kështu me radhë, krejt në kjo në kuptimin gjuhësor. Po në aspektin shariatik, çka do të thonë ky emër dhe si kuptohet.
Mas pari vëllazërit e mi duhet me ditë që Allah Azza wa Jall ka qenë gjithë i ditën. Edhe para se me pas krijesa, ka qenë krijues, ka qenë i pajisur me këtë emën, edhe para se me pas jetë krijesat, ka pas dije rreth tyne kur ekzistojnë, qysh kanë me ekzistu. Pra Allah Azza wa Jall ka qenë gjithë i ditën, është në të kalumen, është në tashmen i ditën për çdo gjë, dhe është për të ardhmen i ditën për çdo gjë, dhe jo vetëm kaq, por Allah Azza wa Jall e dini diçka që nuk është e krijuar, nëse kish me qenë e krijuar, qysh kish me funksionu jeta e saj. Pra që kjo është definicioni i dijes apo i këtij emri rreth Allahut Azza wa Jall, që ai i madhreshme subhanahu wa ta'ala nuk i paraprin ignoranca, e as nuk i paraprin diçka që mshefet atina për të gjithçka është e lehtë. E lumët na të lumë që e kena kësë Zoti, që din gjithçka për neve, e kam na qit në shesh çdo veprim tonë, në ditë që ka më ik nona për babës, e ka më ik djali prej prindit, e vllau prej vllaut, Allahu na rujt, e na boft sinqert në adhurim ndaj tij, sinqert ndaj atyre që Allah Azza wa Jall na ka mundsu me marr dije prej tyre, e sinqert me vllazni, e sinqert me familje e kështu me radhë. Po ashtu vllazërit e mi, Allah Azza wa Jall kur fol për dijen e që ka thot huwa Allahu fis samai wa fil ard, ai Allahu është që adhurohet në qiell, e është që adhurohet në tokë, ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Ai Allahu është që din ato që e fshehni dhe ato që e shfaqni, wa ya'lamu ma taksibun, dhe që e din Allahu Azza wa Jall çka veproni. Pra kur e dina që Allahu Azza wa Jall çdo sen tonin e din në detaj, robët duhet më mënu me ndërreq punët, sepse pasha Allahun kjo dunja është të shkurt, pasha Zotin kullu ma kane qablena, krejt që janë kohën para neve janë shku, e s'kan met veç se veprat e tyne që i kanë shoqëru në varr, s'kan met veç ato punët e mira që i kanë bo, ata me mujt më këthy edhe një në këtë botë, me falë veç 2 rekate, s'kishin dasht ma shumë, po që Allah Azza wa Jall ja u ka përfundu jetën, se e ka ditë që zemrat e tyre mos meritojnë përmirësim. Allahu na përmirësoj deri në momentet e fundit. Po ashtu Allah Azza wa Jall këtë emën e lidh me emra të tjerë në Kur'anin famulor, e gjejmë që shumë herë Allah Azza wa Jall kur fol për emrin El-Alim thot wa huwa as-Sami'u al-Alim. Allah Azza wa Jall është që dëgjon dhe që din, po ashtu thot është Alimun Hakim, është që din dhe ka urtësi, dhe po ashtu thot Azizun Alim, është fisnik dhe ka dije, është Khalaqun Alim, është krijues që ka dije, është Alimun Qadir, është i ditën dhe ka mundësi për çdo gjë, është Alimun Khabir, i ditën për çdo gjë dhe i informuar për çdo detaj, dhe është Fattahul Alim, që asgjë, gjithçka është e hapt tek ai dhe asgjë nuk i fshehet dijes së tina. Andaj jo rasisht Allah Azza wa Jall na ka mësuar Kur'anin famulor dhe na ka bu këta emra një pas një në këtë mënyrë, krejt kjo është se më na vedisu dhe më na përmisu, se atë Allahut nuk i fshihet asgjë. Allah i vllazni ka njerëz që fatkeqësisht në raport me Allahun e japin më të lirën, e kur dalin para njerëzve e japin më të mirën. Allahu na ruaj prej asaj gjendje. Po ashtu ka emra është përmend edhe në hadith dhe pejgamberit sasem, ashtu siç e përmendëm më herët, dhe ka transmetuar Imam Ahmedi radhiyallahu anhu ardahu, po ashtu Imam Tirmidhi radhiyallahu anhu në sunenin e tina, prej Abdullah ibn Mas'udit, prej sahabijët ndershëm radhiyallahu anhu, prej njerit që Omeri ka thonë Kufën, kur e ka dërguar në Kufë, për u japi përparësi i juve ndaj vetës,
Pastaj që Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ka qenë prej dietarëve të sahabëve dhe ka qenë prej përgëzuarve me xhenet dhe ka qenë prej atyre që Omeri ka thonë nuk di njëri më ditë për librin e Allahut se ky njeri, po ashtu thot ai për veten e vet, me ditë dikush që është më i ditën për mua se në Kur'an i hypi kalit një muj ton deri të shkoj me mrrit diçka që s'kam dijen në atë aspekt. Ky njeri thot ka thonë pejgamberi sallallahu a'udhu billahi samiil alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa naf'ihi. Dhe kjo ka qenë do që djetarët të tonë, djetarët të mdhej e kanë bërë pothuajse para çdo leximit Kuranit apo para çdo ligjërate e kjo do me thonë kërkojmë mbrojtje nga Allahu prej shejtanit, që Allahu azza wa jall është sami, që është ato, është alim, që din prej ti për të gjithçka, prej kurthave të shejtanit, prej atyre kurthave që janë të fshehta apo të hapta, prej atyre kurthave që i bën me zvese apo i bën nefshe. Allahun ju mbështetëm dhe ju ruajna. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na mëson që me kërku prej Allahut, me lut Allahun me këtë emën Es-Sami El-Alim. Pra kur kena thonë të dhem që pja nisu me mësu këta emna, ka qenë se me lut Allahun me ta, dhe këtë hadith që transmetojnë këta dy koles të hadithit e që është sahih, na mëson praktikisht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se ka qenë që e ka lut Zotin e vet me këtë emën ndaj këtij armikut. E dietarët kur e shpjegojnë shkakun kanë thonë se na shejtanin nuk e shohim dhe nuk kena mundësi më mbrojt prej tina, vetëm se me dijen prej atij që e sheh ato dhe e din rreth tij më mirë se sa ai që din për veten e tij. Po ashtu e dina që edhe pse iblisi dhe ushtria e tina na shohin neve, na mbron ai që nuk ka mundësi me po iblisi dhe ushtria e tina, e që është Allahu azza wa jall. Po ashtu vëllezër nderuam, ky emër na tregon se Allahu azza wa jall është i ndëgjuesi jon kur flasim, ndëgjuesi jon kur ecëm, ndëgjuesi jon ku shkojna, e din saktësisht ku jena, çka bojna, ku shkojna, ku hina, ku dalim. Andaj njeri që ka gaflet në zemrën e vet, e që është i shkujdesur në harame, Allahu na ruaj prej asaj gjendje. Haran që Allahu azza wa jall pëndëgjan, dhe haran që Allahu azza wa jall po din rreth tij dhe e bën në mënyrë që Zoti nuk e sheh, që Zoti nuk e ndëgjon, që Zoti nuk e din çfarë të bëj, dhe që Zoti nuk ka me llogarit në ditë që s'ka dobi pasunia as fëmija. Andaj ka emën na vëdëson praktikisht që me pas kujdes shumë të madh, se pasha Allahin, ashtu qysh Allahu e ngjall verën, pas e ngjall dimnin në kohën e pranverës dhe verës, ashtu edhe vdes atë në kohën e vjeshtës dhe dimnit, ashtu ka më në ngjall në ditën e gjykimit. Po ashtu është ai Allah që është në natën ditën natë, pra është i jep jetë dhe merr jetë çdo ditë, krejt kjo më na vëdësu. Po fatkeqësisht mas krejt kësaj ka njerëz që janë kufar, ka njerëz që se dojnë Allahun, ka njerëz që flasin për Allahun, dhe ka njerëz që e mallkojnë Allahun azza wa jall, e mallkojnë sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe e mallkojnë dietarët dhe hoxhallarët të bartës e tyre. Po ashtu vëllezërit mi emri El-Alim është ardhur si thash më herët në siga El-Mubaligha, dhe siga Mubaligha e kena përmend disa herë, që do me thonë në ato superore, e që ka dy kuptime, ka kuptimin e sasisë dhe kuptimin e cilësisë dhe kuptimin e llojit. Pra Allah azza wa jall e din sakt sa fije bari janë, e din cilësinë e tyre sakt dhe e din llojin e tyre, edhe pse na s'kena mundësi me dallu, Allah e dallon. E mora shemull barën pas që është i shpesht dhe e shumë shpesh, dhe për neve pothuajse çdo fije tina është e ngjajshme, ndërsa për Allahun azza wa jall çdo krijesë kështu është, kështu janë njerëzit, kështu janë qelizat e njerëzve, kështu janë organet e njerëzve, i din sakt çish funksionojnë,
kur smurën, shka i mjekon e kështu me radhë. Pra Allahu Azza wa Jall ka dije, ashtu si shtojnë djetartë, si shtot Sheikhul Islam Ahmed ibn Abdus Salam ibn Taymiyyah rahimahullah, librin e vetë, që e kanë mbledh disa djetarë bashkohor gjuhud, Sheikhul Islam ibn Taymiyyah fi Asma'illahil Husna, që e kanë mbledh një libër të madh rreth mundit apo shkrimeve të këtij djetarit të madh rreth emrave të bukur të Allahut. Thotë se Allahu Azza wa Jall e sheh bubrejtën e zi, natën e zezë, në tokën e zezë. Ky është Allahu që si më shefet atij asgjë, po ashtu e din sakt se si funksionon ai bubrec, e din çka i nevojitet me hangër dhe çka me pi, e din se çka i nevojitet prej ajrit dhe oksigjenit dhe ja lehtëson jetën e tina. Pra kështu dietarë që e njohin Allahun se ky kolos i madh i Islamit na kanë mësu për Allahun që ati si fshet asgjë. Po ashtu vëllezër ndërum, diçka duhet me pas parasysh, ajo është se ky emër është prej emrave që lejohet njëri mu emërtu me ta, lejohet mu quajt njëri alim apo dietar, dhe nëse i thujna dikujna dietar, alim, dhe Allahu Azza wa Jalla është alim, nuk i bjen që na e kena ngjasu një dietar me Allahun, sepse dhja djetarit ka fillim dhe mbarim, dhe sa Allahu Azza wa Jall dhe dhja ti s'ka fillim dhe s'ka mbarim, ne e quajna djetar me emnin alim për shkak të nderit, se Allahu Azza wa Jall ka thonë yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahu Azza wa Jall ka ngrit ata që kanë besu për juve, e posaçërisht atyre që është dhënë dije, grada të larta. Po ashtu edhe Jusufi sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç e përshkruan Allahu Azza wa Jalla në surën Yusuf ka thonë ij'alni ala khaza'in al-ard inni hafidhun alim, o Zot umba pronar tokës, unë jam hafidh i rujtun, alim i ditun dhe di me menaxhu. Pra Jusufi alayhis salam ka thonë vetit alim në kontekstin se ka qenë më i ditur se njerëzit e kohës dhe ka ditë me dijen e Zotit me menaxhu atë krizë që Allahu e ka sprovu ato dhe popullin e tij. Po ashtu njëjti ka qenë edhe Jakubi alayhis salam. Kur Allahu Azza wa Jall flet për të në Kur'an, thot innehu ledhu ilmin limma alamna. Jakubi alayhis salam është prej dietarëve për shkak dijes që ja kena dhënë. Ledhu ilmin limma alamna, pra është nga dietarët, dhe Allahu Azza wa Jall e quan Jakubin alayhis salam dietar. Po ashtu dietarët e tefsirit kur e kanë komentuar këtë ajet kanë thonë që asnjë pejgamber i Zotit nuk është quajt dietar përveç se Jakubit alayhis salatu wassalam. Kjo tregon se krejt ndodhit çka ju kanë bëu prapa shpinës si ka ditë, çka i kanë thonë djemtë të vetë që kanë myt Jusufin alayhis salam, apo e ka hangër ujë ku aja ka ditë se ata po gënjejnë, s'po thojnë vërtetën, po ashtu i ka ditë se çka veprojnë dhe çka flasin pas shpinës tina. Por Allah Azza wa Jall për shkak të sabrit këtij njeri e ka quajtur dietar, innehu ledhu ilm, ka qenë prej dijeve. Po ashtu ankesa e tina ka qenë fe sabrun gjemil, wallahu l-musta'an ala ma tasifun. Me dijet plot e ka ditë se për rajnë dhe ka thonë sabri është e mirë, tek Allahu mbështetemi për krejt ato fjallë që pjethojnë e që s'janë vërteta. Allahu na ruajt prej njerëzve të tillë edhe na bëft si Jakubi, sabirni ya rabbil alamin. Po ashtu vëllezër nderuam, Allahu Azza wa Jall kur flet për dijen thot nërfa darajati men nesha wa fawqa dhu ilmin alim. Kujna dojna na për njerëzve i japum dije dhe mbi çdo të ditën ka edhe me të ditën, e kjo është më i dituri nga me të diturit është Allahu Azza wa Jall. Andaj nëse na e lutum Allahun më na shtu dije me këtë emër, me lejen Allahut kam na u përgjigj. Imam Ibn Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'a në disa libra thot prej edepit duas që kena mësu për i pejgamberit sose më ka qenë se kur kanë qenë nevoj, ju e kanë lutë Allahun me emrin e tij Ghani,
i pasën, e kur kanë qenë të friksun, e kanë lutë me emrin e tina që i qetëson zemrat, mutmain, e kur kanë qenë dobt, e kanë lutë me emrin e tij El Melik i fort, e kur kanë qenë që kanë dashur dije, e kanë lutë me emrin e tij El Alim, që mjaftu dijen. Prej duave të shumta të Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ka qenë Allahumma alimni kama alimta Davuda wa Sulejman wa Davud wa fahimni kama fahimta Sulejman wa atini hikme kama atejtahu lil Luqman. O Zot, japëm dije ashtu që ke dhënë Davudit dhe më bëjt kuptoj ashtu që ke bu me kuptu Sulejmanin sallallahu alaihi wasallam, dhe jep urtësi ashtu që ke jep Luqmanit alaihi salatu wasalam. Prej meseleve të shumta që për njeri kur ka pas probleme në zgjidhjen e disa çështje, thot jam lutë shumë me këtë emën sejdë. Pra Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah thot jam ron sejdë dhe jam lutë gat e kom bu ftyrën me dhe kom thonë o Zot, ti e që i ditën jep dije, ti që ki urtësi jep urtësi, ti që ki kuptime jep kuptim, ashtu se që ka dhënë këtyne pejgamberve. Dhe thot falë Allahut prej përvojës nuk di nëjherë që e kom lutë me këta emna dhe në këtë mënyrë vësa Allah azza wa jall më ka zëru. Andaj vëllazëni nderuam, nëse një njerëz se Ibn Taymiyah që dietarët e kohës së tij kanë thonë për ta, e ka pas dinën fen përpara në tavolinë, ka marrë çka ka dashur, e ka lënë çka ka dashur. Pra nëse ky njeri me këtë dije kaq të madhe ka qenë kështu i nështruar ndaj Zotit vet, të i kërku dije, çka me thonë për neve që nuk kemi dije, Allahu na fal, e as nuk kemi të kërku. Po ashtu prej kuptimeve të këtij emri është se Allahu azza wa jall kur flet për ata njerëz që dojnë dije, thot fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Pyetni ata që përkujtojnë Allahun, që lexojnë, që kanë dije, nëse nuk jeni që nuk keni dije. Pra Allah azza wa jall me këtë emën El Alim na bën obligim me pyet dietarët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë al ulama warathatul anbiya, dietarët janë trashëgimtarët e pejgamberëve. Ma nuk ka me pas pejgamber këtë umet, s'ka me pas ma njerëz që nuk gabojnë fe, s'ka me pas njerëz që nuk hutohen krejt kena gabime. Edhe prej sahabëve Ebu Bekrit e tjerë e deri në ditën e kiametit, s'ka njeri që mën me pas të sigurt çdo san që ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu thot, wallahi as edhe një qast s'ka mujt me mujt Ebu Bekri pozitën e udhëheqësit ashtu që ka mujt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa e ka pas ndihmën prej qiellit. Ebu Bekri nuk e ka pas Gjibrilin që vjen e përmirëson çdo gabim. Andaj kur ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka qenë një plagë, një non e shtynë në moshë që ka pojtë shumë, dhe janë shku Ebu Bekri dhe Omeri kanë pyet se pse po fon. Ka thonë nuk po foj për shkak që ka vdek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, po foj se kush na u përgjigjet në pyetje. Atëherë pyet shumë na u përgjigj ka Allahu azza wa jall, që është që ka qenë alim i ditën, ndërsa tash kush na u përgjigjet. Andaj vllazëni nderuam, ky emër na mëson se i pagambueshëm është veç pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fe. Krejt na gabojna, po me mëshiru njënë tjetrin ku gabojna, e me fale mu lut. Ibn Taymiyah rahimahullah, Kallzan Ibn al-Qayyim i thot, e kom dëgju në vitin 714 hijri, në mezhlis kur ka qenë Damas, ka thonë, unë kom dhonë sadak, kom jep ori argjend shumë para se me shku në derse të hoxhëllartë, që mos më mundësu Allahu me po të metat e tyne, se kur i shoh të metat e tyne nuk kam mundësi me përfitu, nuk kam mundësi me marrë ato që Allahu ja ka dhënë atyne njerëzve. Andaj me lutë Allahun azza wa jall më na mundësu me kanë prej njerëzve dijes dhe me njek rrugën e këtyne njerëzve që qysh kanë marrë këta dije me marrë edhe na.
Pa dyshim se çdo kush që vjen dhe i afrohet kiametit, dija paksohet, njerëz të dijes paksohen, imani vjen. Por vllaznin të nderuam, të shpëtuam janë ata që janë kohë fort, bima të këto që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata që kam lënë unë, andaj më kohë fort për këtë fe, më munu shumë për njëri tjetrin, me fol shumë, me duru shumë, me mësu shumë, se Allah azza wa jall ka më na marrë, kena me dalë për atina. Prej një hadith për jam të regoj kuptimisht që transmeton Bejhaqijun Sunan, e po ashtu Ebu Nuajmin Hilje, se të ardhë qissi, ka qenë qissi një njeri në kohën para profecisë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ka mojt një ligjërat në qabe, i pyet pejgamberi, i pyet Ebu Bekre, i pyet pejgamberi sallallahu, a ka dikush që i ka mësu fjalët e atij njerit dhe e din çka ka thonë qissi në Mekë? Thot Ebu Bekre, o i dërguari i Zotit, unë e di çka ka thonë. Ka thonë, apo më tregon çka ka thonë? Thot, ajo ngret dhe tha, ejuhen nas isma'u wa'u, o ju njerëz, ngani dhe meditoni. Idha wa'aytum famfa'u, e kur të meditoni, përfitoni. Innehu men asha mat, kush ka jetu ka vdek, wa men mata fat, e kush ka vdek, o shku punë e ti, wa kullu ma huwa atin at, dhe çdo gjë që vjen, do të zhduket, ma të rënë më në bat, thot shi dhe bim, wa arzakun wa aqwat, edhe furnizimin për njerëz, wa abaun wa umahat, edhe baballar dhe nana, krejt kanë shku. Pastaj thot, wa ahyaun wa amwat, gjallë dhe të vdekun, wa jamun wa ashtat, dhe të grumbullun, e të përqam, wa ayatun ba'da ayat, dhe argumente, thot inna fis sama'i la khabaran, wa inna fil ardi la ibran, në qiell ka lajme, në tokë ka shembuj, lejlun daj, wa sama'un dhatul ibraj, natë tërt, yje plot dritë, wa bihanun dhatul min amvaj, në këtë botë ka detne plot val, ma li aran nas yadhhabun wa la yarji'un, çka është puna jam, thot pasha njerëz që pashkojnë, as po kthehen më. Aradu bi maqamin fa aqamu am taraku hunaka fanamu, a dashtën më nejt në të vene, apo flejten e mos u gjun, aqsamu qisen qisme, po betohen të qisin në bej haqqan la hanatha fihi wa la ithme, s'kam të as gënjeshtër e as dredhi, inna lillahi dinan huwa ahabbu ilayhi min dinikum alladhi antum alayh. Allahu e ka një fe që është më e dashur për të se sa fe që ju keni fetuba limen amana bihi fahda, pëndonë dhe besënë në udhëzimin e tij, wa wailun liman khalafa wa asa, e mirë për ata që kanë nënë dhe kanë kundërshtuar. Thumma qal taban lil arbab al ghafla min umam al khalifa, mallkuar qofshin popujt e mëhershëm të shkujdesen, wal qurun al madhiya, edhe shekujt e kalon, ja ma'ashar iyad, o banor të Iyad, është për qëllim Mekës, ejnë aba'u wal ajdad, ku janë baballar dhe gjësht, wa ejnë al marid wal awad, ku janë të smurit dhe ata që kanë pas plag, wa ejnë al fir'aun dhu ashdad, ku është Firauni i fort, ejnë men bana wa shayyad wa zakhrafa wa najad, ku janë ata që kanë ngrit banesa, kanë marrë, kanë bo zbukurime, ku janë banesat dhe ata që kanë bo ata, ku janë thot wa jama wa awa wa qala ana rabbukum al-a'la, ku janë ata që kanë grumbullun dhe janë bo hipokrit dhe kanë thonë unë jam robi jot, unë jam Allahu ju më i madhe, si Firauni. Alam yakun aktharu minkum malan wa awladan wa aktharu minkum amwalan, askan qenë ata më të pasur se ju, më të fortë se ju, më të ditën se ju, wa atwalu minkum ajyalan, kanë pas jetë më shumë se ju, tahanahumul thara bikalkala, i ka hangër toka shkalon kurgjën ta, wa mazaqahum bitatawuli, fatilke idhamuhum al-baliya, dhe i ka përbi dhe shkëkshën e pijeni ma,
erstrat e tyne, o bujutum khalje, kanon shtëpiat e çprazda, amarat hadhi'abu al-awiya, në të kanë banu ujqet e rrugës, kella bel hu Allahu al-wahidu al-ma'bud, kurse se krejt shkojnë mbet Allahu ai që është i vetmi që meriton adhurim, lejse bi validin wala maulud, është e Allah që s'ka fëmijë, as nuk ka prind. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe lësoj u lag mjekra, fa sadaka Allah, ka thonë vërtetë Allah, hua fil janna, ajo është në xhenet. Thot këta e kun guën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj kun bojt men, dhe Abu Bakri ngritet dhe e thot, ndaj vllazni pata që më u lexu, më u kujtu edhe vetës edhe juve se shumë popull para neve kanë shku, shumë njerëz para neve kanë armisu, kanë shku ata dhe në misimin e tyre, shumë njerëz para neve kanë grumbullu dhe kanë shku i kanë lanë, edhe na kena milan në herë në veni shisha dëvore që ne kem, edhe në herë im kon i ri, e kom pas një gjësh që ka jetu 102, a i ka shku në atë moshë të shtyne, e unë kom menu se kom jetu si aj, por kom vdek në 22, kom lanë gru e kom lanë thmi, andaj vllazni, çdo ditë pja provë vdekjes, i me që më është taj që mërë mësim, pe këtyne gjana, i zemrë shkujdesën është aja që rrem, shkujdesën prej dhekret, prej përmenis Allahut, veç Allah është ma'bud, la waliden wala maulud, veç Allah është që ka me mbet, që ka mu adhuru, s'ka lind, as nuk është lind, as kush prej ti, e nësë Allah më në mëshiru, e në bëne halal për në jemë të që në kulu qawli hadha, astaghfirullah.